Mirësia juaj Bahamondi, kryegjysh botëror i Bektashinëve, shumë të nderuar klerik, studius dhe besimtar, të dashur miq, jam mirënjohës komunitetit Bektashi për këtë ftesë dhe për këtë mundësi për të përshëndetur çeljen e kësaj konference. Formati i saj ndërkombëtar kërkon padyshim edhe me pritshmëritë universale të selisë qendrore të Bektashinëve në Shqipëri, e njohur tashe të hu, si e përbotshme nga besimtarët e feve të ndryshme dhe nga institucionet e tyre përfaqësuese. Dhe bashkë për këtë arsye, nuk do të më keq kuptoni nëse shprehem paksa i zhgënjur në thonjza nga emërtimi i ndrojtur i kësaj konference, siç e lexova në letrën me të cilën më ftonte Bahamondi të merrja pjesë përvoja tolerante të bektashizmit dhe sfidat e tij brenda islamit tradicional. Afërmend që toleranca dhe përvojat e përftuara nga ushtrimi i saj janë një fakt për të përshëndetur me përulje si mes feve, po ashtu dhe mes kulturave. Megjithatë, modestisht, unë mendoj se në Shqipëri dhe se me Bektashinjt mund guxohet edhe pak më shumë, sepse më ngjan se përvoja bektashiane në Shqipëri, por edhe më gjerë, është një çelës i artë i bashkëjetesës dhe vllazërimit. Toleranca, e cila konsiston në një shpalosje të kufizuar të lirive për hir të një paqeje sociale me kosto të ulët, nuk duket se as historikisht, as etikisht mund ta përkufizojë plotësisht një përvojë aq pjellore dhe aq urndërtuese sa ajo që bektashizmi kultivon prej shekujsh, sidomos në territoret tona. Fjala kultivim, e cila ka në rrënjë kulturën, pra procesin e rritjes shëndetshëm dhe me përkujdesje të gjithkaje që gjallon dhe i premtohet ciklit jetës, më qaset në mendje fare lehtë kur fjala vjen tek besimi juaj. Dikur, ndoshta edhe sot, të qetë bektashiane ndërtoheshin në një largësi prej 6 orë rrugë, njëra nga tjetra, në mënyrë tillë që udhëtari, i cili do besimi, të mund kalonte natën në një stre. Kultivimi i përkujdesjes ndaj të panjohurit, i mikpritjes dhe i përkundjes praktikës fetare të gjithë secilit në një respekt autentik, i ktheu gjatë shekujve bektashinjt në shëmbëltyr të bashkëjetesës dhe në artizan shpirtëror të paqes. Kur kryegjyshi i Bektashive, me një gjest spontan, i trupzon së bashku të 4 krerët fetar me një të hapur krau, mes 500.000 parizianëve të mbledhur po aq spontanisht në bulevardin Voltaire në Paris, për t'i thënë po vijimësisë së bashkëjetesës dhe jo brisësimit një tolerance fatkeqësisht në pikpyetje të përhershme dhe gjithnjë e mëshqetësuese në botën ku jetojmë, gjithkush nga ne mund të ndihet fatlum, duke parë se si historia i shkel syrin guximit të urtësisë dhe përvojës së thjeshtësisë. Nuk ka se si një orientim i tillë drejt smirës dhe të paqmes mos përçojë edhe në një estetik, e cila edhe sot është krejt e përveçme nën kuben e besimit bektashian. Shpeshherë kam pyetur veten se si shpjegohen si gjadet tuaja, mbi të cilat shfaqen me raste
zvaranikët prehistorik, cilve internacionalja e fanatikëve kokshkret u amohon edhe ekzistencën. Në një imazhe që shumë kujt i duken naive, fshihet që në kryet herës një urtësi autentike, e cila për këdo që e kundron estetikën bektashiane, shfaqet hirshëm dhe mjeshtrisht në vendodhjet e përzgjedhura natyrore të qeve, në kopshtet e kultivuara me shumë kujdes të dukshëm, në pastërtinë dhe në stilin e ndërtesave. Odeoni i madh që po vjen drejt përfundimit dhe i gjithë ansambli arkitektonik dhe botanik i selisë tuaj të shenjtë është një dëshmi e gjallë dhe aktuale e kësaj prirje të admirueshme për ekuilibër dhe bashkëtesë, jo vetëm mes njerëzve, por edhe mes njeriut dhe elementëve të tjerë të natyrës, në sytë tuaj kur doherë i pachmushëm ky ekuilibër për të ushqyer, kultivuar kulturën e paqes dhe të bashkëtesës. Historikisht si besim, bektashizmi kishte të gjitha shanset të mos bënte, siç i thon, prokopi në viset shqiptare. I frymzuar nga një profet me një origjinë të largët, i ngjizur nga shartimi plot fruta midis një islami ortodoks dhe një urtësie indo-perse origjinale, bektashizmi mund të ishte ndoshta përbuzur nga shqiptarët përgjithsisht kokshkret, apo mund të ishte lënë në një indiferencë plot tolerancë, por gjithsesi indiferencë, nëse ai do të ishte propozuar si një recetë besimi më shumë. Por bektashizmi nuk është një recetë më shumë. Dhe në një kontekst përshkruar nga përballje monoteizmash antagonist të raskapitur nga luftra perandorish dhe feudalitetesh, bektashizmi lulëzoi jo si dogmë, po si një urdhëresë mistike, e cila më shumë se sa e predikon një fe, synon një pedagogji gjithëpërfshirje dhe bashkëtese. Siç dikur ishin shfaqur në Perëndim të ashtu quajturit urdhra ndacak franceskan apo dominikan. Dhe i rrogullisur tamam si një meteor vetmitar mbi bjeshkët e larta fisnike, ndonse të serta të islamit dhe krishtërimit shqiptar, bektashizmi fitoi përulësisht një të drejtë qytetarie dhe madje edhe një kombësi shqiptare të pranuar nga të gjithë tjerët. I dashuruar pas stoicizmit të islamit të shkretirës dhe po aq sa pas krishtërimit të fillesave dhe kujdesit të tij baritor, bektashizmi u bë për shumë të krishterë të ndodhur nën trysninë e një kryeneçësie osmane, një mburoj vllazërore. Dhe shumë musliman e pan si udhërfys të pajtimit me besë, me vëllezërit e krishterë, pa fliruar ndërgjegjen dhe pa e braktisur përkatësinë e tyre konfesionale. Të gjithëve, në fakt, dhe sot e gjithë ditën kjo është tani më e qëruar në ndritën e diellit, urdhri i babave dhe dedejve u tha të ishin shqiptar. Vetiu nuk ishte se si, midis shikëve të paqëtimit dhe jetës dhe frymëzuesve të emancipimit shoqëror dhe kombëtar të shqiptarëve, të mos shugurohej ajo beslidhje e fuqishme që aq shumë kontriboi në luftrat për pavarësi dhe afirmimin e një shqiptarie të pacunguar dhe as të rreshkur nga armiqësia apo
pangopsia ndaj të tjerëve, por të një shqiptarie humaniste, zemërbardhët dhe syçelur. Dhe është i hatashëm rrugtimi besa bes i bektashizmit me idealizmin ovardhar dhe pa paragjykime të rilindasve. Në pamje i fjetur rrjeti i 40 të qeve, një numër që është bashkërisht simbolik për të krishterë dhe për musliman, që hyzonin geografikisht sanxhaqet shqipfolse të perandorisë së dikurshme, u aktivizuan si të ishin stacionet e një hekurudhe për të përcjellë mesazhin kombëtar sapo në teqet e Frashërit, Krujës, Elbasanit, u dha shenja e kryengritjes. Kjo hekurudhë e inauguruar në Prizren më 1878, përvizoi si flakërim deri në Vlorë më 1912, flamurin kombëtar, duke kurorzuar edhe urdhrin mistik më periferik dhe më të përullur, me një lavdit cilën as koha, as persekutimi i gjatë komunist që nuk i toleroi as bektashinjt, siç nuk toleroi edhe si vëllezërit e tyre më të mëdhenj, nuk e zbehën dot. Shqiptarët ishin qysh herët të ngjizur dhe të mbrojtur në bashkëtesë, sikundër në bashkëtesë u shpalos edhe çka gjua franceze do ta quante gjeniu i bektashizmit. Për pasojë nuk është më asnjë çudi që megjithse tradicionalisht me selin Turqi, tarikati i bektashimëve numëroi një shumicë dedejsh apo kryegjyshrish me origjinë shqiptare. Sikundër nuk është çudi që në 1923 në pikpyetje mbi ardhmërinë e tyre, hierarkët bektashinj erdhën këtu dhe e ringritën selinë e përbotshme këtë herë në Tiranë. Të jemi të qartë dhe të thjellët edhe pse mbase nuk është nevoja. Shteti shqiptar nuk ka as paragjykim dhe as parapëlqim për këtë apo atë komunitet fetar. Por është dhe në këndvështrimin tim duhet të jetë gjithmonë më i ndjeshëm ndaj përvojës veçantë dhe të paçmuar që secili prej komuniteteve të këtueshme fetare përçon në gjakun e shoqërisë. Dëshmi e bashkëtesës, e vetëpërmbajtjes dhe një përulësie natyrale, intelektuale, rrugtimi dhe e tashmi e bektashizmit janë po ashtu një premtim i madh për vazhdimsinë e partneritetit vllazëror në vijim dhe në shërbim të urtësisë, të qytetarisë dhe të smirës përbashkët që kaq mrekullisht e reflektojnë sot të katër komunitetet në një botë gjithnjë më të trazuar dhe të mjekulluar, ku ky rrezatim merr një forcë ende më të madhe dhe besoj duke u bërë gjithnjë më shumë pjesë e një krenarie kombëtare dhe një krenarie qytetare, edhe të atyre qytetarëve të këtij vendi që nuk ndjehen pjesë e asnjërit prej komuniteteve dhe që i thonë vetes ateist. E pra, për këtë realitet dhe fal kontributit të gjitha komuniteteve, ku sot dita dhe rasti që na ka mbledhur e do të nënvizohet kontributi i paçmuar i bektashive, shqiptarët të gjithë së bashku, besimtar ose jo, kanë të drejtën e plotë të jenë krenar,
por edhe shpresë plot. Dhe Shqipëria Europiane e dy monoteizmave dhe e disa përkatësive fetare ka sot të drejtën të jetë kryelart përpara kujtdo qoftë. Në mbyllje të kësaj fjale, mu duk me vend sot dita për t'ju përcjell idenë e ndërtimit në Tiranë së shpejti të një parku të besimit, një hapësirë publike e gjelbërt, e mbjell me të gjitha bimët, lulet dhe pemët që përmenden në Kuran dhe në Bibël. Në këtë park, kushtuar bashkëjetesës, fëmijët, prindrit, gjyshe dhe gjyshrit e kryeqytetit, apo të qyteteve tjera shqiptare, dhe po ashtu vizitorët e huaj, do të mund të gjejnë jo vetëm të gjitha krijesat e gjelbra të librave të shenjtë, po edhe imazhe, objekte, tinguj, që i bëjnë njohur kësaj historie dhe pasurie të pachmuar shqiptare, për cilën përgjithsisht çdo shqiptar, duke filluar nga shteti shqiptar, nga të gjitha institucionet dhe autoritetet shqiptare, duhet të jetë mirënjohës komuniteteve fetare të këtij vendi dhe padyshim mes tyre edhe komunitetit të bektashive shqiptar. Ju falenderoj me mirënjohje dhe ju siguroj se marrja e këtyre ftesave për të përshëndetur evente të organizuara në komunitetet fetare është për mua gjithmonë një lajm i posaçëm. Dhe fjalët e mbajtura përshëndetëse në këto raste janë për mua jo një punë e zakonshme. Mirënjohje të gjithëve.